Se ka prova delikate në administrative për këtë zotrin? Mund të ketë. Mund të ketë. Për këtë zotrin? Po mund të ketë. Mund apo ka. Atëherë se do ky. Këtë po them. Tjetër çuron si ka. Në gjykatë administrative ka rregulla tjera, palët pyeten. Në rast se një palë nuk dakordsohet. Dhe në gjykatë kushtetuese u pyet, mbajti fjalimin Merioni, avokatët, presidencës. Në gjykatë penale po të shpjegoj 3 elementë që janë të rëndësishëm. Siguria, objektiviteti i dëshmitarëve dhe mbi të gjitha faktet dhe rrethanat të cilat nuk duhet të drejtohen. Te zoti Meta nuk ishte pranuar, thonin dëshmitarët pyetja kryesore që nuk më përgjigj akoma. Ka tendenca apo jo për Metën dhe për Velian, ne kemi diskutuar disa herë Arbër. A ka pasur Arbër? Në rast se po tregon që po. A ka pasur dhe po tregon që po. Dhe kush e ka tendencën dhe pse e ka tendencën? Gjykata kushtetuese. Dakor, jam shumë dakord për ty. Por nuk i hy fare. Jo, i hy. Përdesa ngrisi çështje ti di edhe çfarë fshihet nga mbrapa. Edhe kush e bën apo jo? Gjykata kushtetuese thot po. Unë si gazetar po ta shtroj këtë pyetje, unë kisha edhe përgjigje. Ti e bën këtë përgjigje? Gjykata kushtetuese thot po. Edhe një herë ti ka thënë përgjigje. Kush referohet kush e ka bërë? Kushtetuese. Kush e ka bërë? Për te asaj, analiza është pse dhe kush. Nëse ti do ha mençon. Se edhe kush përgjigju Gridës. Gridës. Unë kam thënë edhe tjetër po. Edhe ty dhe Gridës ti ma bëre pyetje. Jo, më jo po them po. Se kam asnjë problem. Diskutimi është që unë mendoj prokuroria speciale deri tani ka qenë jashtë vëmendjes të madhe dhe në detaje të proceseve. Dhe kjo ka bërë që të shkelet procedura. Kjo ka bërë që ata të kenë kanë pasur arsyen. Se ata nuk e shkelin procedurën kot. Po unë nuk besoj që ka. Unë nuk besoj që ka komplot, se Bledi shikon komplot në çdo gjë. Si ka? Shkelet procedura me këtë pjesë. President dhe drejtori juridikisht një njerëz më vëlla, çfarë unë me këto prapaskena. Pse është kompleksi për ta thënë. Drejt fitoreve të shpejta. Fitore të shpejta të cilat nuk janë marrë në përfundim të procesit, por janë dashur të merren që në hapat e para fitore të shpejta se do ta bëj Karamuços pyetjen para se ta mbyllani, do ta jap ty tani. Do ta jap ty tani. Po Karamuços do t'i bëj pyetjen, to janë fitore të shpejta, këto janë gjyqe që së paku për opinionin publik po zgjasin pafundësisht. Do me thënë, njerëzit janë në opinionin publik, në opinionin tjetër se fitore shpejt ra, me këtë që the. Sepse ja ta them. Ka fitore shpejt. Jo, ka fitore shpejt, ja ta them. Kush është fitore shpejt? Arrestimi është fitore shpejt? Jo, ja ta them. Ata në opinion publik. Ka filluar akoma. Në opinion publik të gjithë ka filluar. Ka fitore këtu. Ana do thonë, janë konsideruar fitore dhe është quajtur statistikisht një meritë e jashtëzakonshme arrestimi i tyre. E dënimit të korrupsionit. Prandaj është quajtur fitore shpejt. Por ndërkohë, gjithë procesi në fund mund të rezultojë krejt ndryshe. Inshallah marr. Po drejtësia nuk fiton politikisht. Drejtësia ka procedura që duhet i respektojë më rigorozisht. Si ka mundësi që për drejtësinë për spaku është tjetër gjë, por organin e akuzës mund pranohet ajo. Po në dokumenta ndërkombëtare ti nuk mund të thuash drejtësisë që fiton sepse i ka arrestuar njerëzit, fiton në rast se i ka dënuar me vendime të caktuara. Pra në raportet ndërkombëtare, nëse ata po luftojnë për raportet ndërkombëtare, ky është detaj, ky është themeli. Ky është problemi, që në raportet janë quajtur suksese dhe janë quajtur arritje për Shqipërinë. Të spakut. Tani, jo. Ne do të ndajmë gjykimin nga akuza. Ky është gjithë themeli. Pra, diskutimi dhe themeli këtu është gjykimi nga akuza duhet të ndahen. Kemi një vit Arbër që diskutojmë njëjtën gjë. Ka gabuar apo jo? Të ndahet gjykimi nga akuza. Vetëm këtu nuk ka po të bëjmë një analizë gjykimesh që kemi thënë dhe masash. Dënimi nga akuza është larg shumë. Në statistika. Duke mbyllur dënimin, pra duke dhënë vendimin. Duhet korrigjoj pak në çdo raport. Gjykimi, në kuptoj dhënia e vendimit pra. Në çdo raport ndërkombëtar dhe dhënia e vendimit të gjykatës. Në çdo raport ndërkombëtar është thënë hetimi është në nivelin e duhur, nuk është thënë masa dënimit. Nuk është quajtur vendimi. Lexoj. Fillimi i proceseve. Ky është diskutimi. Po është fillimi i proceseve. Arrestimet. Arrestimi është fillimi i proceseve. Po nuk është vlerësuar gjithë procesi. Është vlerësuar, jo, nuk është vlerësuar gjithë procesi. Më thuaj një raport ku thotë bravo i qoftë dënimi. Hetimi më burr. Është vlerësuar hetimi. Është vlerësuar hetimi, Arbër, po jo vlerësuar hetimi. Hetimi vlerësohet. Hetimi mund të vetëm një vlerësuar që ke filluar hetimi. Ja premtova dhe vlerësuar që ke filluar hetimi është koncept tjetër. Bledi ka i gabim. Si vlerësohet fillimi i hetimit? Patjetër. Dhe mos e kam i gabimin se patjetër. Ka gjetë anër një gabim timin, po lëre 2 sekonda. Bledi kur vjen puna te Velia, unë mund të gjej shumë gabime, më ka qenë du fort. E kam personale apo jo? E kam personale apo jo? Unë besoj Bledi i gjen dy standardet. Gjithmonë kur bëhet fjalë te Velie, ka minimalisht që nga dita që ka rënë në burg
pos akuzave kur shkonin te shtëpia, për Bledin kanë qenë gjithkohës hamburger me velie, për Bledin kanë qenë hajdut dhe nuk e kursen ta thot. Akoma pasaj kur vjen pasaj te standardet për zbatuar standardet, është ajo që s'duhet bëjmë, mos bëjmë si Bledi. Deri më sot ka thënë që ky zotëria duhet të jetë në Burg. Kur vinte puna te Berisha për shembull, dhe nuk kam basi lloj problemi. E kam thënë dhe unë se ku kanë qenë gabimet për Berishën, për Berishën ai duhet të jetë në Burg. Kryetari i opozitës, këto janë organizatë kriminale. Kjo ka qenë retorika. Pra, standardet ose zbatohen njësoj për gjithë, si foli zoti Beqi, që tha ka pas ai kritikat e tij. Kam qenë në studio, kemi bërë debat bashkë. Po kuptoj. E urren shumë Erionin Bledi apo e do ti shumë Erionin? Unë e dua më shumë se sa mendoni ju të tjerë. Unë e dua më shumë dhe kjo s'është gjë e keqe që të duash dikë. Ose urrëtia si pasoja. Dashuria nuk ka shkaktuar pasoja në asnjë vend botës. Urrëtia po. Edhe këta e urryen dhe sot janë pasojat, sot pasoja. Ato vendime gjykatës kushtetuese janë pasojat e urrëties këtyre. Po ju i keni shkuar pas avazit e urrëties. Unë besoj të shkoni më shumë te dashuria dhe do dilni më mirë. Ju qof për hajër bashkë me Erionin. Jemi dashuruar me gjykatën kushtetuese. Dhe shpresoj që të vazhdoj. Gjykata kushtetuese të nxjerrë